Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! I thoni jo dentistit, kjo recet do t'ju bëj dhëmbët e bardhë si bora. Një buzëqesh është një nga elementet kryesor të paraqitjes tonë dhe kur takoni një burrë që ju buzëqesh gjerësisht dhe dhëmbët e tij shkëlqejnë, ju e mbani mend mirë atë dhe ju e admironi për këtë buzëqeshje të mrekullueshme. E vërteta është se dhëmbët e bardhë me shkëlqim të gjithë na bëjnë pak më të sigurt, të ndihemi bukur me veten. Pra, nëse dëshironi të provoni pak më shumë dhe të merrni dhëmbë krejtësisht të bardhë, ne kemi zgjedhjen e duhur për ju. Receta për zbardhuesin e dhëmbëve dhe materialet që ju nevojiten janë 3 lugë sot buke, 2 lugë gjelle lëng limoni. Përzieni përbërësit në një enë dhe më pas merrni një copë pambuku, zhyteni në përzierje dhe fërkoni me të dhëmbët me lëvizje të lehta për plot 30 sekonda. Më pas lani dhëmbët tuaj rregullisht për të paktën 1 minutë. Pse dhëmbët do të shkëlqejnë me këtë recetë? Lëngu i limonit përmban vitaminë C, e cila dihet se ka veti zbardhuese. Kjo do të thotë se çdo njollë që keni në dhëmbë, për shembull kafe, me këtë zbardhues ju do ta largoni atë. Por, përse sodën e bukës është materiali i fundit për të luftuar dhe për të reduktuar shfaqjen e pllakës dentare? Kjo është arsyeja pse, në fund të fundit, ai gjendet në shumë pasta, si pasta e dhëmbëve në një ndër përbërësit e saj kryesor. Këto janë recetat në kushte shtëpie për dhëmbë super të bardhë. Provoni një nga këto mënyra dhe nëse kanë efekt, atëherë ju keni gjetur një mënyrë shumë të mirë për të pasur gjithmonë dhëmbë të bardhë. Soda e bukës gjithashtu përbën një element kryesor për heqjen e njollave në sipërfaqe dhe në zbardhjen e dhëmbëve. Gjithashtu ndihmon edhe në balancimin e pH-it në gojë. Gjithsesi, duhet të dini që soda e bukës duhet të përdoret rrallë herë, sepse sidomos kur e përzieni me limonin, ajo ka një efekt të mirë zbardhues, por gjithashtu duke qenë se rritet niveli i aciditetit, mundet që të shkaktoj abrazion të dhëmbëve. Sodë buke dhe peroksid hidrogjeni. Një tjetër recete përbërë nga soda e bukës është edhe përzierja e saj me peroksidin e hidrogjenit, i cili vepron gjithashtu si një agent antibakterial duke eliminuar bakteret që ju keni në gojë. Përzini sasi të vogla të dy përbërësve për të krijuar një pastë dhëmbësh dhe më pas të lajni dhëmbët. Më pas siguroni që të bëni një shpëlarje të mirë. Sodë buke dhe dredhëza. Tyra Banks ka treguar publikisht që dredhëzat janë miku i tyre më i mirë sa herë duhet që të zbardhin dhëmbët. Mos u tregoni skeptik për shkak të ngjyrës së tyre të kuqe dhe të mendoni se i bëjnë më shumë dëm ngjyrës së dhëmbëve. Luleshtrydhet janë të pasura me vitaminë C, e cila është shumë e mirë për të hequr njollat në sipërfaqe. Përdorni gjysmë lugë sodë buke dhe 3 dredhëza të shtypura për të pastruar dhëmbët. Më pas shpëlajeni mirë gojën. Vaj i arrës së kokosit. Një tjetër metodë e vjetër por shumë efektive. Vaj i arrës së kokosit përmban acid laurik, e cila eliminon bakteret që ndodhen në gojën tuaj. Çdo mëngjes përpara se ju të lani dhëmbët, merrni një lugë nga vaji i arrës së kokosit dhe shpëlani gojën me të për rreth 10 minuta. Më pas shpëlajeni mirë gojën dhe lani dhëmbët me pastë dhëmbësh. A i dini se edhe ushqimet që ju konsumoni luajnë një rol kyç në buzëqeshjen tuaj të bardhë dhe plot shëndet? Larja dhe njëkohësisht pastrimi i dhëmbëve me imtësi, por edhe metodat të tjera të shëndetit dentar janë të rëndësishme për parandalimin e kavitetit, prishjes së dhëmbëve dhe sëmundjeve të mishrave të tyre.
Prindrit u thonë shpesh fëmijëve që të mos hanë shumë ëmbëlsira, se përndryshe do të prishen dhëmbët. Por hapi i parë për të parandaluar një gjë të tillë është që ata të ushqehen pikërisht shëndetshëm. Ushqimet më të mira për dhëmbët tuaj janë ato të cilat neutralizojnë radikalet e lira dhe nga ana tjetër ofrojnë minerale dhe vitamina për të riparuar enamelin e dhëmbëve dhe për të stimuluar sekretimin e pështymës. Ndaj ne ju rekomandojmë këto hapa në mënyrë që ju të ndihmoni dhe të ushqeni dhëmbët tuaj, por njëkohësisht edhe të shmangni vizitat e shumta tek dentisti. Qumshti. Qumshti është një produkt i bulmetit i pasur me kalcium, fosfatë dhe vitaminë D, e cila e ndihmon organizmin të shfrytëzojë plotësisht kalciumin. Të gjithë këto ushqyes janë të dobishëm për kocka dhe dhëmb të shëndetshëm dhe njëkohësisht të fortë. Pirja e rregullt e qumshtit riparon enamelin e dhëmbëve dhe forcon kockat. Djathi. Djathi është një zgjidhje e shkëlqyer për kockat dhe dhëmbët sepse ai ndihmon në sekretimin e pështymës. Ai përmban kalcium dhe fosfat që ndihmon në neutralizimin e acideve në gojë, por edhe kazein që forcon sipërfaqen e dhëmbëve. Molla. Ngrohja e mollëve gjithashtu rrit sekretimin e pështymës në gojë dhe parandalon kavitetet tek dhëmbët. Molla nga ana tjetër është njëkohësisht e pasur me shumë vitamina dhe minerale të cilat i bëjnë mirë të gjithë organizmit. Hani një mollë pas darkës dhe kështu ju do të pastroni dhëmbët. Portokalli. Lëngu i portokallit pastron në dhëmbën dhe gojën natyralisht. Ai largon gjithashtu bakteret e dëmshme dhe nga ana tjetër parandalon prishjen e dhëmbëve. Lëngu i portokallit ka aciditet, menjëherë pas pirjes ju duhet që të lani dhëmbët. Kosi. Kosi pa yndyr është një burim i shkëlqyer i kalciumit dhe një burim i mirë proteinash. Ngrohja e rregullt e kosit është një vlerë e shtuar për shëndetin tuaj dentar dhe ju vjen në ndihmë nëse po përpiqeni që të bini në peshë. Arrorët. Arrat janë të pasura me vitamina dhe minerale të nevojshme për dhëmbët tuaj. Për shembull, kikirikët përmbajnë kalcium dhe vitaminë D, bajamet përmbajnë nivele të larta të kalciumit. Shqema ndihmon në sekretimin e pështymës, ndërsa arrorët përmbajnë shumë fibër, acid folik, hekur, tiamin, magnez, niacin, vitamina E, B6, kalium dhe gjithashtu zink. Të gjithë këto ushqyes janë të rëndësishëm për dhëmbët tuaj. Çaj. Çaji i zi dhe ai i shil përmbajnë polifenol që ndërveprojnë me bakteret shkaktare të gurzave dhe pllakave të dhëmbëve. Polifenolët shkaktojnë baktere dhe parandalojnë njëkohësisht rritjen, shumimin dhe prodhimin e acidit të dëmshëm. Uji. Uji është kryesor në garantimin e dhëmbëve dhe shëndetit dentar. Është përbërës i kyç i pështymës që depoziton mineralet e dobishme tek dhëmbët. Uji ndihmon gjithashtu në largimin e grimcave të ushqimit që ngelin në dhëmbë, që mundet t'ju shkaktojnë edhe probleme me mishrat e dhëmbëve. Përpiquni të pini sa më shumë ujë në mënyrë që të mbani dhëmbët dhe mishrat tuaj të shëndetshëm. Parandalimi është kura më e mirë. Konsumoni sa më shumë ushqime të shëndetshme në mënyrë që të keni një buzëqeshje të bukur dhe plot dritë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.